Shpresoj që këtë vit të paktën premtimet e tyre, edhe pse kanë qenë mjaft bazike, të realizohen. Procesi votimit në rregull, nuk pati shumë pritje, kemi ardhur bashkë me shokun, me familjen prej Zvicrës me votu për një Prishtinë më të mirë, më në rregull, pa qenë ndacak, pa bërllogje, për një trafik më të rregulluar. Očekujem poštovanje prava srpskog naroda. Ono što nasleduju u Skupštini, u gradu, sve institucije da rade koje postoje, da budu na usluzi narodu i građanima.